nuk mund të ndërhyjë në drejtësi as presidenti i Amerikës, natyrisht sepse nuk do të mund me gjaftësi, domethënë një dënim jo vetëm i atyre që gjenden në Hagë, por edhe i televizjes qëllimtare të Kosovës. Kjo do të kishte reperkusione. Natyrisht dhe do të krijonte tensione, edhe në Ballkan, edhe mes vendeve, por do të ishte një njollë edhe për Kosovën me pasoja afatgjata. A ekziston ky kapacitet pra Zespahiu, pas parasysh po ju pyes për eksperiencës tuaj diplomatike, keni qenë me ambasadorën në Ankara, edhe një vend që ka telashe të tilla, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ekziston realisht ky rreziku i destabilizimit në rast të një dënimi? Nuk mendoj që do të ishte në përmasa të mëdha apo në formën ndonjë konflikti të hapur apo diçka tjetër, por e thash që do të ketë vendosje, sepse do të krijonte një dëshpërim të madh dhe një kundërshtim të madh nga mesi i popullsisë kosovare ndaj kësaj çështje të gjykatës Hagës, e cila nuk ka bërë, nuk e ka fshehur atë që në fakt akuzohet në shumë segmente edhe ushtria qëllimtare e Kosovës, dhe kjo është e pafalshme. Jo nëse dënohen vërtet për krime, domethënë sepse për drejtësinë nuk ka pasur kundërshtim asnjëherë në Kosovë, le të gjykohen, por në mënyrë të drejtë dhe kredibile. Dhe kryeministri Rama të rreqë vërejtjen pikërisht për këtë çështje, që drejtësia të fitoj dhe të mos ketë, domethënë, kurrë keq përdorimi as nga ana e vendi i duhur, pra sepse komentet janë të ndryshme, Zespahiu, ai ishte vendi i duhur pra që të ngritej një çështje e tillë para presidentit amerikan Donald Trump, dhe ai shfrytëzoi zoti Rama pas parasysh faktin që aktakuzën e kishte udhëhequr Jack Smith, kryeprokurori i ZPS-s, i njëjti më pas ngritja aktakuza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vetë Donald Trumpin. Unë po them, paraqitja e Edi Ramës është nuk është jo normale, sepse ai është një politikan dhe paraqet pikpamjet e tij në çdo aspekt. Tani është aktuale çështja e Hagës, prandaj ai shfrytëzoi këtë para presidentit amerikan. Ndonse nuk mund të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në vendimet e gjykatës së Hagës. Ka të bëjë me mbrojtjen e dinjitetit dhe pastërtisë së luftës qëllimtare të Kosovës para të gjithë atyre liderëve që gjendeshin aty në sallë. Është, mendoj, diçka, një punë e mirë, PR, më thonë, marrëdhënie me publikun, edhe nga ona... Mbase se ka thënë për të mbetur vetëm PR, Zespahiu. Sepse ai kërkojnë veprime konkrete, le të bëjmë diçka. Po them që ka pasur, edhe në këtë aspekt, ka përfituar edhe në planin e brendshëm, si mbështetës i Kosovës dhe i integritetit kombëtar, por që nuk do të ketë ndonjë ndikim të drejtë për drejtë. Mos harrojmë se as presidenti i Shteteve Bashkuara nuk mund ndikojë në vendimet e një gjykate, por është mirë të dihet sentimenti ynë ndaj kësaj çështje. Për këtë pyes pra Zespahiu, sepse nisur prej kërkesës së Ramës, që tha le të bëjmë diçka, po do të pyes çfarë mund të bëj zoti Trump? Çfarë mund të bëj zoti Trump? Nuk mund të bëj, unë e thash, nuk mund të ndërhyjë në drejtësi as presidenti i Amerikës, ndonse do të mund të mbështetë Kosovën edhe në atë aspekt, domethënë që të kërkoj drejtësi, ashtu siç kërkoi Edi Rama, dhe që të rreqë vërejtjen për pasojat e një njollosje të tillë të lëvizjes kosovare dhe të Kosovës si shtet, që do dëmtonte edhe shtetësinë e Kosovës në një farë mënyrë.